Ajo u dëbua nga shtëpia shtatzën, e akuzuar për një tradhti që nuk e kishte bërë kurrë. Ajo mbeti në këmbë në mes të dhomës së ndenjes, me duart ende të mbuluara me miell nga një recetë që nuk do të përfundonte kurrë. Valigja ra në dyshemen e korridorit me një zhurmë të thatë dhe Arta nuk kishte nevojë as ta shihte për të kuptuar çfarë do të thoshte ajo. Arbeni qëndronte përballë saj me një shprehje që ajo nuk e kishte parë kurrë më parë në fytyrën e tij. Nuk ishte zemërim. Ishte përbuzje, e ftohtë, e llogaritur dhe përfundimtare, ajo lloj shikimi që një njeri e ruan për diçka që ka humbur çdo vlerë. Dua që të largohesh nga kjo shtëpi sot, tha ai me një zë që nuk u drodh. Arta hapi gojen për të folur, por fjalët nuk dolën. Pas Arbenit, pranë hyrjes së dhomës së ndenjes, qëndronte Drita, nëna e tij. Ajo rrinte në këmbë me krahët e kryqëzuar, duke vëzhguar gjithçka si dikush që po shite një shfaqje teatri që vetë e kishte shkruar, provuar dhe drejtuar. Në buzët e saj kishte diçka që i afroi rrezikshëm një buzëqeshjeje. Arben, më lër të shpjegoj, tha më në fund Arta me zë të ulët. Unë nuk e bëra atë që ajo tha. Të betohem. Kam prova. Ai hodhi telefonin mbi tavolinë me një lëvizje të përmbajtur, por të ashpër. Në ekran ishin fotografi dhe mesazhe. Një bisedë që mbante emrin e saj në krye, fjalë që ajo nuk i kishte shkruar kurrë, me një ton që nuk do ta përdorte kurrë. Mesazhet i drejtoheshin një burri që ajo mezi e njihte, një koleg pune që e shihte rastësisht në korridorin e lavanderisë, ylli i pastër. Mesazhet ishin intime, provokuese, të qarta në atë që sugjeronin. Barku i saj u shtrëngua. Unë nuk i kam shkruar këto, Arben. Ky nuk është numri im. Shikoje mirë, u përgjigj ai. Është numri yt. E kam krahasuar vetë. Për herë të parë zëri i tij u ngrit pak. Mos më gënje në fytyrë. Zëri i Dritës ndërpreu ajrin me një butësi të studiuar. E dija që kjo do të ndodhte që në fillim. Një vajzë pa familje, pa emër, pa asgjë. U shfaq nga askundi dhe mendoi se do të merrte gjithçka. Arta e shikoi dhe në atë moment kuptoi gjithçka. Shpreja në fytyrën e Dritës nuk ishte e një nëne të shqetësuar. Ishte e dikujt që kishte pritur këtë moment për 2 vjet, që kishte planifikuar çdo detaj me durim dhe ftohtësi. Ishte ti, tha Arta me zë të ulët. Nuk ishte pyetje. Sa absurde, u përgjigj Drita pa lëvizur asnjë muskull të fytyrës. Përveç se tradhtare, tani do të fajsosh edhe nënën e burrit që mashtrove? Arta bëri një hap drejt Arbenit duke i injoruar Dritën. Unë jam shtatzën me fëmijën tënë. Ti e di këtë. Ti ishe aty kur e mora vesh. Ai e shikoi për një moment, pastaj tha me një saktësi të ftohtë, ti ishe me një burr tjetër ndërkohë që ishe shtatzën, heshtja që pasoi ishte mizore. Nga kuzhina doli Lulja, shërbëtorja që punonte në shtëpi prej shumë vitesh. Ajo qëndroi te dera me një pecet në dorë dhe sytë e zgjeruar nga ajo që po ndodhte. Në korridor ishte edhe kopshtari, Iliri, që bënte sikur merrej me diçka tjetër, por nuk e hiqte shikimin nga skena. Askush nuk ndërhynte. Por të gjithë dëgjonin. Drita e dinte këtë. Ajo kishte llogaritur çdo dëshmitar. Unë kam përgatitur gjithçka, tha ajo më në fund. Do të marrësh para sa për 6 muaj qira. Mjafton për dik në gjendjen tënde. Nuk dua skandal. Dua vetëm që të largohesh. 6 muaj, përsëriti Arta me një zë që dukej sikur vinte nga larg. Unë po pres fëmijën e djalit tuaj dhe ju më ofroni 6 muaj qira? Arbeni nuk tha asgjë. Ai thjesht uli syt drejt dyshemes. Dhe pikërisht ai moment e theu diçka brenda saj. Jo akuzat, jo fotografitë e rreme. Por fakti që ai nuk e shikonte. Lulja bëri një zë të lehtë të mbytur dhe u kthye drejt kuzhinës. Ishte i vetmi gjest njerëzor në atë dhomë atë ditë. Iliri hyri në dhomë, me kapelen në duar. Zonjë, tha ai me zë të qetë, erdha vetëm të shoh nëse zonjushës i duhet ndihmë me valigjen. Arbeni nuk mundi ta mbante as shikimin e një kopshtari. Mirë, tha Arta më në fund. Unë do të iki. Por dua që të më shikosh tani. Ai ngriti kokën. Ky fëmijë është i yti. Dhe një ditë do ta kujtosh këtë moment. Do ta kujtosh që zgjodhe të shikoje dyshemen në vend që të më shikoje mua. Ajo mori valigjen e vjetër nga korridori. Brenda kishte vetëm disa rroba, dokumentet dhe fletoren e kontrollit të shtatzënisë.
Arta kaloi edhe një herë në për dhomën e ndenjes. Askush nuk foli. Lulja shtrëngoi buzët në heshtje, si një shenjë solidariteti që nuk mund të thuej me zë të larë. Iliri mbajti derën hapur. Arta doli pa u kthyer pas. Rruga ishte e gjatë dhe dielli diqte fort. Rrota e valixhes bënte një zhurmë të mprehtë në çdo hap. Brenda saj, pa e ditur asgjë nga ajo që po ndodhte, ishte një foshnjë që ende nuk kishte emër. Arta ishte 23 vjeçe, 4 muaj shtatzën dhe nuk kishte ku të shkonte. Por kishte një gjë që drita nuk e kishte parashikuar. Arta nuk po qante. Jo sepse nuk dhemte. Dhemte shumë. Por në mes të asaj dhimbjeje kishte lindur diçka tjetër, një vendim i fortë. Që nga ai moment askush nuk do të vendoste më për jetën e saj. Ajo gjeti një dhomë të vogël në një pension të vjetër të drejtuar nga zonja Lira, një grua e moshuar që vlerësonte njerëzit nga mënyra si trokisnin në derë. Dhoma ishte e vogël, me një shtrat që fundosej në njërin anë dhe një dritare që shikonte nga muri i fqinjit. Por ishte e ndershme. Ditën tjetër Arta shkoi në bankë dhe zbuloi se llogaria e saj ishte mbyllur 2 ditë më parë. Ajo e kuptoi menjëherë, gjithçka kishte qenë planifikuar shumë më herët. Pas kësaj ajo u kthye në lavanderin Ylli i Pastër, ku kishte punuar më parë. Pronari, zoti Arbenit, e dëgjoi në heshtje. Pastaj tha vetëm një fjali, eja të hënën në orën 6 të mëngjesit. Puna është ende këtu. Dhe për herë të parë pas shumë ditësh, Arta ndjeu se toka nën këmbët e saj nuk po lëkundej më. Arta e kishte kuptuar se për të krijuar një problem më të madh nuk ishte e nevojshme të gjendej diçka reale. Një auditim i rem nuk kishte nevojë të provonte një shkelje të vërtetë. Mjaftonte të ekzistonte, të regjistrohej zyrtarisht dhe të krijonte mjaftueshëm burokraci që zoti Arben të fillonte të bënte një llogari të ftohtë, nëse kostoja për ta mbajtur Arta në punë ishte më e madhe se sa kostoja për ta humbur atë. Ajo e përfundoi turnin, mori uniformën e ndotur për ta larë në shtëpi, sepse kështu bëhej gjithmonë. Gjatë rrugës për në pension, ndaloi përpara një farmacie. Hyri brenda dhe bleu vitaminat para lindjes që mjeku ja kishte përshkruar disa javë më parë dhe që ajo ende nuk kishte arritur t'i blinte, sepse parat nga llogaria e mbyllur ishin pikërisht ato që kishte kursyer për këtë. Paguajti me kartëmonedat e fundit që kishte dhe e futi kusurin në çantë me një kujdes të tepruar, atë kujdes që njeriu e mëson vetëm pasi kupton se çdo qindark ka peshë. Kur arriti në pension, zonja Lirje e thiri në korridor me një butësi që nuk ishte shumë tipike për të. Arta, ka ardhur një letër për ty sot. Vetëm atëherë Arta e kuptoi se dita ende nuk kishte përfunduar së përkeqësuari. Zarfi nuk kishte dërgues. Emri i saj ishte shkruar me dorë, me një shkrim që ajo e njohu menjëherë. Ishte shkrimi i Renatit. Ajo qëndroi në korridor me zarfin në dorë pa e hapur. Zonja Lirje priti disa sekonda dhe më pas pyeti me zë të ulët, do që të qëndroj këtu? Arta e pa. Gruaja me flokë të shkurtër dhe përparsen e vjetër jeshile ishte ajo që i kishte hapur derën një të panjohure shtatzën me një valixhe të thyer, vetëm sepse ajo kishte trokitur ngadalë 3 herë. Ri, tha Arta dhe hapi zarfin. Letra kishte vetëm 4 rreshta. Ajo e lexoi një herë, pastaj edhe një herë. E palosi me kujdes dhe qëndroi në korridor pa thënë asgjë. Lajm i mirë apo i keq? Pyeti zonja Lirje. Ai dëshiron të më takoj, tha Arta. Thotë se ka gjëra që duhet t'i kuptoj. Dhe ti do të shkosh? Arta pa letrën në dorë. Ende nuk e di. Fjalët e zonjës Lirje mbetën pezull në ajër, nganjëherë nuk dim nëse do të shkojmë, sepse ende nuk dim çfarë duam të gjejmë atje. Arta nuk shkoi atë javë. Jo nga frika, por sepse kishte diçka tjetër për të zgjidhur më parë. Dhe ajo gjë kishte një emër, auditimi. Disa ditë më vonë zoti Arben mori një njoftim zyrtar. Një kompani auditimi kishte hapur një verifikim për lavanderin Ylli i Pastër. Dokumenti ishte real. Procesi ishte real. Edhe nëse nuk do të gjendej asnjë shkelje, kostot për avokat, dokumente dhe kohë të humbur do të ishin të mëdha. Arta e mësoi këtë nga Mira, e cila e thiri më një mëngjes gri. Zoti Arben nuk do të ta thotë, tha Mira. Por ai ka kaluar gjithë javën në telefon me kontabilistin. Arta e dinte. Ti e di sa do t'i kushtoj kjo? Pyeti Mira. Po. Mira e pa në sy pa gjykim, vetëm me një pyetje të heshtur, çfarë do të bësh tani? Arta vazhdoi punën si gjithmonë.
lante, paloste, etiketonte. Ishte e vetmja gjë që mund të kontrollonte. Por gjatë pushimit në vend që të ulej në obor, trokiti në derën e zyrës së Zotit Arben. E di sa do t'ju kushtoj kjo, tha ajo. Dhe e di nga erdhi. Ai e pa për një moment. Çfarë do të bësh? Ende nuk e di. Por di që nuk do ta lë vetëm mbi ju. Ai nuk kërkoi më shumë shpjegime. Por toni i zërit të tij në telefon ndryshoi pak pas kësaj. Arta vendosi të takonte personin që kishte nisur auditimin. E gjeti adresën e kompanisë në dokumente. Ishte një zyrë e vogël në qendër të qytetit. Pas një pritjeje të gjatë, doli nga një derë anësore një grua elegante. Ajo ndaloi kur pa Artën në recepcion. Zonja Arta, tha me një buzëqeshje profesionale. Nuk kam ardhur për të bërë sken, tha Arta qetësisht. Vetëm për të bërë një pyetje. Ajo ju afrua. Personi që ju ka punësuar ka një emër, vazhdoi Arta. Unë e di cili është. Por dua të di nëse ju e kuptoni çfarë po bëni. Jo ligjërisht, por njerëzisht. Për një moment buzëqeshja e gruas u zhduk. Në këtë histori ka një grua shtatzën dhe një burr 60 vjeçar me një biznes të ndershëm prej më shumë se 20 vitesh. Nuk pati përgjigje. Thjesht doja që ta dinit se kush është në anën tjetër të këtij procesi. Arta u largua pa kërkuar më shumë. 3 ditë më vonë Zoti Arben e thiri në zyrë. Duhet të pushoj nga puna, Arta. Ajo nuk reagoi menjëherë. Ai shpjegoi se një nga klientët më të mëdhenj kishte anuluar kontratën pa shpjegim. Unë e di çfarë po ndodh, tha ai. Dhe për sa kohë ti je këtu, kjo nuk do të ndalet. Arta e kuptoi. Ai do ta paguante muajin e plot dhe dokumentet do të ishin në rregull. Ajo mori gjërat e saj, palosi uniformën dhe e la mbi tavolinë. Kur doli nga lavanderia për herë të fundit, Mira ndaloi për disa sekonda makinën e larjes, një gest i vogël për të shënuar atë moment. Arta doli në rrugë me një rrogë në xhep, një foshnjë që rritej brenda saj dhe pa punë. Pastaj telefoni vibroi. Ishte një mesazh nga Renati. E mora vesh çfarë ndodhi. Duhet të flasim. Ajo u përgjigj 3 ditë më vonë. Takimi u bë në një kafene në qendër. Renati dukej ndryshe, i lodhur, më i heshtur. Si je? Pyeti ai. Jam shtatzën dhe pa punë, tha ajo. Por jam ende në këmbë. Ai i tregoi gjithçka që kishte zbuluar për manipulimet e nënës së tij. Arta dëgjoi në heshtje. Nuk jam këtu për të falur sot, tha ajo më në fund. Falja kërkon kohë. Por dua të di një gjë, a do ta pranosh këtë fëmijë? Po, u përgjigj ai pa hezitim. Ajo e pa gjatë në sy. Atëherë fillojmë nga gjëja më e thjeshtë. Kam nevojë për një vend ku të jetoj deri në lindje. Renati ra dakord menjëherë. Pak ditë më vonë, ai gjeti një apartament të vogël pranë një qendre shëndetësore. Ai pagoi 3 muaj paraprakisht dhe la çelsin te administratori. Arta e mori çelsin dhe e kaloi fundjavën duke pastruar çdo cep me sapunin që kishte bler nga rroga e fundit. Zonja Lirje e ndihmoi të transportonte pak gjëra nga pensioni. Kur mbaruan, Arta qëndroi për një moment në mes të dhomës së vogël. Nuk ishte shumë, por ishte një fillim. Dhe për herë të parë pas shumë javësh, ajo ndjeu diçka që i ngjante shpresës. Ishin aq pak gjëra sa u futën lehtësisht në një qese dhe në valixhen me rrota të thyra që kishte mbijetuar gjithë rrugëtimin e saj. Zonja Lirje qëndronte në pragun e apartamentit bosh duke parë dhomat me një vështrim të kujdesshëm, si dikush që mat jo vetëm muret, por edhe mundësinë që një vend i ftohtë të bëhet shtëpi. Do të jesh mirë këtu? Pyeti ajo me një ton të qetë. Arta tundi kokën. Do të jem. Dhe nëse jo ti e di ku jetoj. Ishte deklarata më e drejtpërdrejtë e përkujdesjes që zonja Lirje kishte bërë për javësh. Arta nuk tha asgjë tjetër. Ajo vetëm i shtrëngoi dorën për një çast dhe kjo mjaftoi për të dyja. Problemi erdhi 4 ditë më vonë. Arta po rregullonte dhomën e dytë të apartamentit, dhomën që një ditë do të ishte e foshnjës. Ishte ende pothuajse bosh. Kishte vetëm një komodinë të përdorur që ajo e kishte gjetur në një dyqan të vogël sendesh të vjetra. Ndërsa po vendoste disa rroba të vogla në sirtar, telefoni i saj ra. Numri ishte i panjohur. Përshëndetje?
Nga ana tjetër e linjës u dëgjua një zë i qetë, i artikuluar me atë autoritet të ftohtë të njerëzve që janë mësuar të mos kundërshtohen. Arta, këtu është Dorotea. Dhomës ju duk sikur ju zvogëlua hapësira. E di që je në atë apartament, vazhdoi zëri pa asnjë ngull. E di që djali im e ka paguar. Dhe dua që të kuptosh diçka shumë qartë. Arta nuk foli. Ajo që ai bën sot nga impuls, nesër do ta zhbëj. Unë e njoh djalin tim prej 33 vitesh. Ti e ke njohur për 2. Llogaria është e thjeshtë. Heshtja e Artës zgjati disa sekonda. Pastaj Dorotea tha, kam një propozim. Fjala u tha me një ton të thatë biznesor. Një shumë parash. E dokumentuar. Mjaftueshëm që ti dhe fëmia të jetoni me qetësi për vite, pa u varur nga Renati, pa u varur nga askush. Ti zhdukesh nga jeta e tij. Fëmia rritet pa e ditur këtë histori dhe të gjithë vazhdojnë përpara. Heshtja e Artës u zgjat. Sa? Pyeti ajo më në fund. Në anën tjetër pati një pauzë të shkurtër. Dorotea nuk e kishte pritur këtë pyetje kaq të drejtë për drejtë. Ajo tha shumën. Ishte një shumë e madhe. Mjaftueshëm për të rregulluar shumë gjëra. Pikërisht për këtë arsye ishte një propozim mizor. Arta ishte 4 muaj e gjysmë shtatzën, pa punë, me vetëm 3 muaj qira të paguar nga një burr tek i cili nuk mund të mbështetej plotësisht. Nga ana tjetër ishte një numër që mund të zgjidhte pothuajse çdo problem. Por me një çmim, vajza e saj do të rritej pa e njohur kur baban. Do të mendohem, tha Arta dhe e mbylli telefonin. Ajo qëndroi në mes të dhomës bosh për një kohë të gjatë. Pastaj vendosi dorën mbi bark. Foshnja lëvizi lehtë, një lëvizje e vogël, e paditur përpara, për kurthe dhe për vendime të rënda. Në atë moment Arta e kuptoi se përgjigjja ishte dhënë tashmë. Vetëm duhej guximi për ta mbajtur. Sofia lindi në një mëngjes të hershëm të martës, ndërsa jashtë binte një shi i hollë. Në korridorin e maternitetit ishte vetëm zonja Lirie. Ajo kishte ardhur para se Arta ta telefononte, sikur ta kishte vendosur javë më parë se kur të vinte momenti, ajo do të ishte aty. Ajo qëndroi ulur në një karrige plastike për 6 orë të tëra ndërsa zgjaste lindja, pa u ankuar, pa fjetur, pa u larguar. Renati ishte njoftuar. Ai nuk erdhi. Arta e mësoi këtë kur i kërkoi infermieres të kontrollonte nëse kishte dikush në recepcion me emrin e tij. Infermierja u kthye me një buzëqeshje profesionale dhe tha se nuk kishte askën. Arta e pranoi lajmin pa dramatik. Por dhimbja ishte aty, jo dhimbja e tradhtisë që ajo tashmë e njihte. As dhimbja e braktisjes. Ishte një dhimbje më e vogël dhe më e mprehtë, si një gjilpër në një vend që nuk e kishte ditur se ishte i pambrojtur. Ajo kishte shpresuar. Edhe pse nuk e kishte pranuar. Sofia erdhi në jetë në orën 7 të mëngjesit. Infermierja e vendosi në krahët e Artës. Ajo ishte e vogël, me një fytyrë të rrudhur dhe një ballë të vrenjtur sikur sapo kishte marrë një lajm të rëndësishëm. Arta e pa për një kohë të gjatë. Përshëndetje, pëshpëriti ajo. Në korridor zonja Lirie qau në heshtje. Jo sepse dikush i kishte thënë diçka. Ajo qau sepse kishte mbajtur shumë gjëra brenda për shumë kohë. Kur më në fund hyri në dhomë, ajo pa Artën me Sofin në krah dhe tha vetëm, çfarë vajze e bukur. Nuk ishte për bukurinë. Ishte për gjithçka tjetër. Renati u shfaq 3 ditë më vonë. Ai qëndroi në derën e apartamentit me një buqet lulesh në dorë dhe një shprehje që tregonte se kishte menduar shumë se çfarë do të thoshte dhe pastaj kishte harruar gjithçka. Duhej të kisha ardhur, tha ai. Po, u përgjigj Arta. Hyr. Ai hyri dhe pa vajzën e tij për herë të parë. Diçka në fytyrën e tij u ndryshua. Ajo ka hundën time, tha ai me zë të ulët. E di, tha Arta. Ai filloi të vinte çdo ditë për disa javë. Qëndronte 1 ose 2 orë. Mbante Sofin me një kujdes të tepruar, sikur kishte frikë se mund ta prishte momentin. Ndonjëherë sillte një batanie, ndonjëherë pelena, ndonjëherë një lodër të vogël. Por me kalimin e kohës vizitat filluan të ralloheshin. Mesazhet mbeteshin pa përgjigje. Brenda 6 muajve ai u zhduk. Jo pa pritur. Por ngadalë, si njerëzit e dobët që zhduken duke lënë gjithmonë një justifikim të vogël pas vetes. Kaluan 4 vjet.
Sofia mësoi të vraponte mes rrugëve të lagjes dhe të bënte pyetje për gjithçka. Arta hapi një punishte të vogël rrobaqepsie në katin përdes të një shtëpie të vjetër. Në vitrin kishte një tabel të bërë me dorë ku shkruaj, atelier fije pas fije. Punishtja nuk ishte e madhe, por ishte e saj. Ajo kishte bler makinën e parë të qepjes të përdorur në muajin e 9. Në vitin e dytë kishte bler një të dytë. Në vitin e tretë kishte një ndihmëse me orar të pjesshëm. Qiraja paguaj. Ushqimi ishte në tryezë. Sofia rritej e rrethuar nga gra që punonin dhe që nuk prisnin shpëtim nga askush. Një pasdite të qetë të së enjtes dera e atelierit u hap dhe një grua hyri brenda. Arta u kthye dhe u desh një sekond që ta njihte. Ishte Fernanda. E di që nuk kam të drejtë të jem këtu, tha ajo. Por duhej të vija. Ajo tregoi se kishte dhënë dorëheqjen nga kompania e auditimit vite më parë. Pastaj nxori një zarf nga çanta. Dorotea është shumë e sëmur. Para pak kohësh ajo rishikoi dokumentet e saj në një zyrë notariale. Midis tyre kishte 2 letra. Një për Renatin. Dhe një për ty Fernanda vendosi zarfin mbi tavolinë. Një person në atë zyrë më kontaktoi sepse e dinte historinë time me këtë çështje. Kur të vijë momenti, ai është I gatshëm të sigurojë që kjo letër të arrijë tek ti Arta e pa zarfin pa e prekur. Pse po e bën këtë? Pyeti ajo. Fernanda heshti për një moment. Sepse kam një vajzë 12 vjeçe, tha më në fund. Dhe kur e shoh, më kujtohet dita kur ti dole nga zyra ime shtatzën me Sofin në shpinë. Ajo u largua pa pritur përgjigje. 3 ditë më vonë Renati erdhi në atelier. Ai dukej ndryshe, si dikush që kishte marrë një informacion që kishte ndryshuar gjithçka që mendonte se dinte. Duhet të tregoj diçka, tha ai. E di, u përgjigj Arta. Ajo I tregoi një fotografi të Sofis. Vajza ishte në kopshtin e shkollës me ballin e vrenjtur duke parë diçka me një seriozitet të thellë 4 vjeçar. Renati e pa foton dhe në atë moment kuptoi diçka. Jo vetëm vitet që kishte humbur, por faktin që Sofia ishte rritur e plot pa të. Disa ditë më vonë letra e Doroteas mbërriti. Arta e lexoi ngadalë. Dorotea nuk kërkonte falje. Ajo shpjegonte, por në fund kishte një fjali që Arta e lexoi disa herë, e mora vesh që nuk u largove. Që qëndrove dhe ndërtove. Mu deshën vite për të kuptuar se nuk kisha gabuar në strategji, por në premis. Arta e palosi letrën dhe e vendosi në sirtar pranë fotografisë së Sofis. Pastaj telefonoi Renatin. Dua të njoh Sofin, tha ai kur mbërriti. Arta mendoi për një moment. Sot pas dite do të shkojmë në fushën me luledielli pranë parkut, tha ajo. Nëse do të vish, mund të vish. Por nuk do të prezantoj si baban e saj. Jo ende. Ai pranoi. Në fushën e lulediellëve Sofia vraponte mes luleve duke treguar se disa dukeshin sikur kishin humbur diçka dhe disa dukeshin shumë të lumtura. Arta pa Renatin që qëndronte në hyrje të fushës. Ai kishte hequr xhaketën dhe po e mbante në krah, sikur nuk ishte I sigurt nëse duhej të afrohej. Ajo nuk u ngrit. Nuk bëri asnjë shenjë. Ajo vetëm qëndroi aty me vajzën në preher në diellin që ndriçonte njësoj për të gjithë. Pastaj u kthye nga Sofia dhe buzëqeshi. Jo për të, por për vajzën. Për lulediellët. Për atë pasdite të qetë që kishte zgjedhur të ishte e bukur.